Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Këto femrat artiste turke. Vjen keq. Duke qëndisur. Ka qëndisur nga 250 këngë. Na pas ka qenë një nga turkeshat më të avancuara të kohës, po dhe me një dramatike. Ç'do të them Blerin? Kishte shumë të pres të drejtë. dali filmi. Ngjante pak si këngë shqiptare, sidomos kur bënte la la la. Ngjante shumë shqip. La 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 nuk e kemi tonën, e kemi ho ho ho. Po dëgjoj la 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 e kemi vjet gatiku. Ndjej që ti do të thellohesh paksa. Blerina, desha ti ndalem një fakti që e kaluam si me shaka. Po. Por nuk është dhe aq shaka. Është Ore me qeshim nga Belaja pa. Përdorimi i drogës. Qeshim se s'qajm dot. Përdorimi i drogës në Shqipëri në nivele alarmuese do thoja unë. Pra jemi dyfishi i kokaina është dyfishi i përdorimit në Ballkan. Pra arsyet janë dy. Ose ne jemi tmerrsisht më në depresion se gjithë pjesa tjetër e Ballkanit. Ose jemi shumë mirë dhe nga qefi. Dhe nuk dim ku të çojmë lekët. Nga gëzimi i madh. Qerasim me kokainë të tjerë, ne spim. Po ne qerasim, darovisim. Dhe nuk ta kthejnë dot për respekt, domethënë është janë ata që pinë vetëm për respekt që na ngren këtë mesatare, nuk e di Blerin. Por a mos vallesh momentin që dalim një sekondë të themi ore, po ç'a halli kemi? Domethënë ç'a traumash? Sepse kokaina është, me sa po kuptoj, arsyet që kanë dhënë shqiptarët pse e përdorin. Po. Është një nga përdorimet ishte për të mposhtur stresin. Po. Pra stresin e përditshëm që kemi ku diun. Që sa hapim syt, i fusim një domethënë lajm syt me ujë dhe kokainë. Që ta heqim as stresin e natës. Dhe pastaj fillojmë ditën ku 1/5 e këtyre që konsumojnë kokainë në Shqipëri e përdorkan në zyra. Në zyra. Po. Tani po të llogarizësh mua, ty, DJ-n. Po. Edhe dy vajzat, edhe një nga net 5. Po edhe dy vajzat dhe ideal që po janë ndërkohë po themi në redaksinë e lajmeve. Po. Njëri nga ne të jemi 6 fakt, po njëri nga ne të paktën është e sigurt që është që po konsumon gjatë orarit të punës. Kedos. Kështu që të filloj me eliminime. Pra të përpiqemi të kuptojmë kush është ky që na prish moralin e radios. Unë mendoj që sipas hallin më të madh ka ai që lexon lajmet. Domethënë lexon gjithë ato arritje etj. Dhe nuk mund t'i përballoj ndryshin. O do vrasë vetë o do marrë kokainë. Po. Ke shumë të drejtë. Por Blerina për të kthyer, lutem, mund ta trajtojmë seriozisht këtë lem apo jo? Po, ashtu e nisëm, por nuk e di ç'a ndodh rrugës. Se duket sikur ke marrë një substancë ndaluar, domethënë që vetëm qesh. Ti njëherë vetëm qesh, nuk e di ç'halli ke. Unë ashash. Atje te ky 57% i Blerina më duket një shoqëri një depresion shumë të madh që është unë nuk jam kundër drograve kreative. Po të kishim një vot për drograt, do votoja kërpudhat. Po. Sepse gjithë të tjerat janë vërtetuar që të hanë në gjë nga jeta, o nga brenda o nga jashtë, pra të hanë. Kërpudhat janë të mira, mund t'i bësh dhe gjell. Kam dëgjuar. Po ku i gjejnë njëherë? Ku gjen këmi? Këtë më. Plurin. Të plurin e? Ashashin, drogën, kokainën. Ke dëgjuar? A ke luajtur ndonjëherë atë lojën? Çova e letër mu në post u shkur. Po. Nuk ishte letër Blerin. Ishte kjo gjë që kaloi dorë në dorë. Po në post. Ishte kodi. Po luhet, nuk luhet më me letër dhe me post, po luhet me. E qartë. Me kokainë dhe me post. Ka sheshit, domethënë. Shkon deri te posti, deri te vendi ku duhet. Pra, un jam për ta trajtuar seriozisht dhe për të reflektuar si kom, por ç'hall kemi? Sepse nuk është droga problemi. Duhet të shohim çfarë na çon aty, ç'halli kemi ne që përpiqemi të shërohemi me mjete artizanale. Që prodhon një bujk në Kolumbi. Mbase është thjesht që oferta është shumë e lartë dhe konsumi rritet vetvetiu. Është si për shembull ti nuk e dije dikur që kisha nevojë për xhel flokësh, po e gjete në treg dhe e përdore dhe pe që çoç të bënte. Po un dikur kur isha fëmijë nuk e dija edhe që duhet martohesha të bëja fëmijë, po ja që rrugës, si më thon, oferta kur thotë ti domethënë në Detroit martohem dhe të bëj. Blerina. Lëri këto gjëra me ofertë. Nuk është çështje ekonomike, unë mendoj që është çështje psikologjike. Don duhet të futemi në psiqikën tonë kombëtare për të kuptuar ç'hall kemi. Por këtë nuk e bën dot njëri sepse po u zhyt njëri në atë shpellë. Po pra. Për t'ju referuar shpellës së Dargobis me cilën nisëm këtë emision,
kam frikë se nuk del më dot. O do të futesh te shpella e Dragobis, po del te kë pëllumbasit. Që është efekti i drogave rekreacionale. Me se mund të i heq hallet e jetës që mos shkosh te kokaina. Ç'ke në radhë aty? Po në radhë, ç'kemi? I dashur ketos, ç'kemi në radhë? Kemi a mund ta për një moment ta lëm drogën dhe të përpiqemi të drogohemi nga veshët. Hajde. Sa herë që nuk di çfarë të bëj Blerina, kjo kënga më gjen mua dhe më hyn brenda në çfarëdo gjendje mendore që të jem.